Kush është Mandela palestinez, i burgosur që mund të udhëheqë Gazën e pas luftës? Për më shumë se 2 dekada, Marwan Barghouti ka qenë i burgosur i më i njohur në burgjet izraelite dhe ndoshta i vetmi udhëheqës palestinez që edhe nga burgu gëzon praninë ndërpartiake. Sipas shumë analistëve, ai është figura që mund të udhëheqë Gazën pas luftës. Gjatë negociatave në Sharm el Sheikh, Hamasi ka këmbgulur në lirimin e tij si kusht për një marrëveshje shkëmbimi të burgosur, por Izraeli ka përjashtuar çdo diskutim për të. Zëdhënësia e Netanyahu tha sot se për të do diskutohet më vonë. Fati i Barghoutit shihet si simboli i ardhmës së lindjes së mesme. I lindur në vitin 1959 në Kobar të Bregut Perëndimor, Barghouti u bashkua Fatahut dhe lëvizjes për Palestinën në moshën 15 vjeçare. U arrestua për herë të parë në moshën 18 vjeçare në Burg, përfundoi shkollën e mesme dhe mësoi hebraisht. Më vonë studioi Universitetin e Birzeit, ku zgjodh presidenti i Këshillit Studentor dhe u dallua prap si drejtuese. Në fund të viteve 80 u bë antar i mirë i Këshillit Revolucionar të Fatahut dhe luajti rol udhëheqës në Intifadën e parë. Pas internimit në Jordani, u rikthye në vitin 1994 dhe u zgjodh deputet në vitin 1996. Udhëheqësi rrugës së Intifada e dytë gjatë viteve 90, Barghouti drejtoi brezin e ri të Fatahut dhe krahun e armatosur Tanzimin. Ai ishte kritik ndaj elitës palestineze në Tunizi për fshirjet Arafatin. Kur shpërtheu Intifada e dytë në vitin 2000, ai përfaqësonte një balancë mes rezistencës dhe negociatave. Ne provuam 7 vjet Intifadë pa negociata dhe 7 vjet negociata pa Intifadë. Ndoshta është koha të provojmë të dyja, deklaroi ai. Përfshirja e tij e dyshuar në një sulm në Tel Aviv në vitin 2002, ku vran 3 persona e bëri atë objektiv të ushtrisë izraelite. U arrestua gjatë operacionit mburoja mbrojtëse në Ramallah në vitin 2004 dhe u dënua me 5 burgime të përjetshme plus 40 vjet. Ai refuzoi të njëjtë gjykatën duke thënë se po gjykohet për lirinë e një populli. Mandela i Palestinës dhe uniteti kombëtar Novka Mandela palestinez nuk është e rastësishme. Ajo lidhet me kozgjatën e burgimit dhe ndikimit politik të Barghoutit. Në vitin 2006 ai hartoi dokumentin e të burgosur të nënshkruar nga përfaqësues Fatahut, Hamasit dhe Xhihadit Islamik, duke bërë thirrje për pajtim kombëtar dhe një zgjidhje me 2 shtete.